Në Shkodër u mbaj takimi trepalesh për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes midis Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, General-Lejtnant Arben Kingji, kryesoi takimin së bashku me shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Kroacisë dhe komandantin e forcës së sigurisë së Kosovës. Takimi kishte në fokus thellimin e bashkëpunimit ushtarak përmes planeve konkrete. Qëllimi i këtij takimi është forcimi i angazhimit dhe bashkërendimit ushtarak në përputhje me marrëveshjen trilaterale të mbrojtjes mes vendeve tona, u shpreh General-Lejtnant Kingji në një postim në rrjetet sociale ku sulli momente nga takimi. Kosova, Shqipëria dhe Kroacia në këtë mënyrë po konkretizojnë në praktik bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes, për të cilin u dakordsuan kur ministrat e mbrojtjes nënshkruan një deklaratë të përbashkët më 18 mars në Tiranë. Në deklaratën që u nënshkrua nga ministri në detyrë mbrojtjes i Kosovës Ejup Maqedonci, ai i Shqipërisë Piro Vëngu dhe i Kroacisë Ivan Anušić, u vendosën 4 pika bashkëpunimi: promovimi kapaciteteve mbrojtëse dhe bashkëpunimi për industrinë përkatëse, rritja e ndërveprueshmërisë nëpërmjet edukimit, trajnimeve dhe stërvitjeve, kundërpërgjigje ndaj kërcënimeve hibride dhe rritja e qëndrueshmërisë, si dhe ofrimi i mbështetjes së plotë për integrimin euro-atlantik. Në tekstin e deklaratës u tha se ky bashkëpunim është për të siguruar pozicionim të mirë për të bërë balë kërcënimeve dhe për të arritur objektivat e mbrojtjes dhe sigurisë.